Qeveria shqiptare do të marrë dhurat një avion Airbus A319 me vlerë $11.9 milion, që deri më tani ka qenë pjesë e flotës ajrore të gigantit turk Turkish Airlines. Media vendase Turkey Today raporton se sipas një marrëveshje granti të nënshkruar nga Ankaraja dhe Tirana zyrtare, avioni do t'i dhurohet qeverisë tonë si pjesë e përpjekjeve për të forcuar lidhjet diplomatike dhe ekonomike midis dy vendeve. Sipas marrëveshjes së publikuar në gazetën zyrtare të njëjtën, avioni i regjistruar si TC GVC me numër serial 1002 dhe i prodhuar në shkurt të vitit 2000 mbetet i certifikuar për operacione fluturimi. Marrëveshja dypalëshe thotë se donacioni synon të përforcojë marrëdhëniet miqësore dhe bashkëpunimin e ngushtë midis Turqisë dhe Shqipërisë, të vendosura fillimisht sipas traktatit të miqësisë, fqinjësisë së mirë dhe bashkëpunimit të vitit 1992, me të dyja palët që shprehin dëshirën për të forcuar më tej këto lidhje përmes bashkëpunimit të ndërsjellë teknik dhe mbrojtës. Marrëveshja pasqyron angazhimin e përbashkët të dy vendeve për të thelluar partneritetet institucionale në aviacionin civil, logjistikën e mbrojtjes dhe sektorët më të gjerë strategjik, ndërkohë që shërben gjithashtu si një gest simbolik i mbështetjes së Turqisë për përpjekjet rajonale të zhvillimit dhe integrimit të Shqipërisë, raporton media turke. Pashtu bëhet me dije në artikull se avioni do të dorëzohet autoritetet shqiptare pa asnjë detyrim financiar dhe Turqia do të përballojë kostot e transferimit të tij. Airbus A319 11 SJ është një variant i personalizuar i modelit standard të këtij lloji, i cili është pjesë e familjes A320, një nga seritë më të përdorura në botë për avion me një korridor. Avioni ka një peshë maksimale, nëse është i mbushur me pasagjerë, prej 75.900 kg dhe një peshë bazë Bosch prej 44.790 kg. Ai fuqizohet nga dy motor, të dy me mbi 17 cikle të mbetura dhe është i pajisur me një sistem shfaqjesh ajrore AC400, megjithëse nuk janë instaluar sisteme argëtimi ose lidhjeje gjatë fluturimit. Edhe pse nuk është një klasifikim komercial i përdorur në oraret publike, A319 shfaqet shpesh në flotat ushtarake, qeveritare ose diplomatike, duke përfshirë ato të shteteve anëtare të NATO-s dhe qeverive aleate. Në pronësi të fondit sovran të pasurisë të Turqisë, Turkish Airlines operon një nga flotat më të mëdha ajrore në nivelin global, me një total prej 515 avionësh, sipas të dhënave më të fundit në dispozicion. Midis tyre flota përfshin 6 avione Airbus A319-100, të cilët përdoren kryesisht për rrugë me distanca të shkurtra deri të mesme dhe operacione rajonale.